Pas 4 ditësh situata e përmbytjeve këtë të premte duket më e normalizuar nga përmbytjet që u shkaktuan nga moti i keq dhe kryeministri Edi Rama dha një bilanc të asaj çfarë është lënë pas. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, shefi i qeverisë siguroi të dëmtuarit për dëmshpërblimet pasi të ndodh vlerësimi në teren. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Gjatë këtyre ditëve janë dhënë mendime e kritika të ndryshme mbi arsyet pse u rëndua situata e përmbytjeve në zona të ndryshme të vendit. Kryeministri duke u ndalur te kjo dha një raport mbi intensitetin e lartë të rreshjeve të shiut në 4 ditët e fundit. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme deri në 300 mm ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Pra, rreshjet 30 ditore mesatare të janarit kanë rënë për një periudhë 3-4 ditore. Një fenomen ky që siç e thash dhe më lart, si rezultat i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë rezultat i investimeve të vazhdueshme të dekadës fundit. Më pas i dha një përgjigje opozitës që këto ditë ka folur për hidrovoret. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vallëdejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe ason përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Në fund Rama theksoi se qeveria ka një hartë veprimi në programin e Shqipërisë 2030 për të rritur rezistencën e infrastrukturës në tërësi kundrejt këtyre fenomeneve.